Okej, po luftën me sheqerin, kur do ta fitojmë nese? Asnjëherë. Duket sikur po na mund sheqerin neve. Asnjëherë, sheqerin e ke kudo, nuk ka si ta fitosh luftën me sheqerin. Ke edhe në ato elemente ushqimore që... Ja, pse për shembull nuk shpiket një baklava e kripur? Po, baklava pa sheqer. E kripur, mo. Me sheqer dietika. Po prap, jo nuk është aty ideja. Ku ta gjejmë këto etiku? Po e porosit. E porosit, nuk është vetëm sheqeri, janë dhe aditivët. Që kanë sheqerin. Që kanë një indeks glicemik akoma dhe më të lartë se sheqeri. Kjo është problemi. Sheqeri nuk ka problem. Edhe brumrat. Që është një luftë goxha e vështirë, Ornella, për ta fituar me sheqerin. Është një luftë që po e humbim si popull apo? Si glob, nuk është problemi se vetëm Shqipëri. Nuk është një luftë e humbur se medikamentet kanë dalë. Tjetër gjë që u mjekët zoni ti tregoni këto se do fillojmë avash-avash. Do filloni avash-avash. Diabetes, smundja pasanikëve? Diabetes, smundja pasanikëve? Kështu është quajtur dikur. E ka quajtur Che Guevara këtë dhe i ka vënë pikën. Dikur, po. Kështu ne jemi të gjithë pasur. Sot kemi fëmijë që janë me indeks glicemik goxha të lartë. Atë që tregojnë që ushqimet janë në një nivel goxha jo të shëndetshme, që nga moshat e vogla, që nga moshat e kopshit. Po mirë, pse të gjithë ata që bëjnë dietë gjithë vitin, kur vjen fund viti, ja varin dhe atyre kalorive? Vjen një pikë që edhe kalorit nuk kanë më... Aja vjen ti numërosh kalorit? Unë mendoj që kalorit janë gabim. Është më mirë të jetohet në mënyrë të shëndetshme, ti hash të gjitha, në quantum sati, thot latini, aq sa duhet, të bësh një aktivitet fizike më shumë se 45 minuta në ditë, të bësh ato 8 orashin... Në mëngjes kërësisht? Nuk ka rëndësi. Kur e ke ti kohën. Të bësh ato 8 orashin e gjumit që ti ke, të mbash larg njerëz negativ, të dëgjosh sa më shumë muzik. Ti thua më mirë ha ëmbëlsira se sa negativër. Dhe ato kanë rëndësi shumë. Larg stresit, kuptohet. Dhe të kesh sa më pak... Jo, ne bëjmë tonë, ne do mundohemi që të rrim larg njerëz dhe negativ, se për ndryshe... Dëri të hajnë njerëz? Jo, absolutisht jo, në për restorante të gjitha janë të kalkuluara. Shiko, nënat e reja kanë filluar tani kujdesen shumë për fëmijët, edhe kujdesen shumë mirë. Unë i shoh edhe në për restorante kur vinë, nuk i japin gjëra që nuk i bëjnë mirë. Nuk kërcet makarona me... Jo, absolutisht. Po vaj që gatuhet. Tashti, do gatuajmë, pa vajzë do gatuajmë. Qa vaj gatuhet? Informacion ka... Shiko, tani në shumicën e restoranteve, po ta them unë, në shumicën e restoranteve në Tiranë gatuhet vetëm me vaj ulliri. Vaj ulliri, po pse? Vaj ulliri dhe ekstra virgjine. Po mund gatuhet me vaj ulliri se kthehet në kancerogen? Jo, gatuhet. Absolutisht. Jo, kur digjet. Në fund fare.